Gjykata e posaçme ka vendosur për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë vendim kam të ftuar avokatin Due Pietra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, çfarë do thotë ky vendim për zonjën Belinda Balluku dhe a ju duket një vendim i drejtë në raport me çfarë dyshohet? Unë nuk po marr si emër Belinda Balluku, po marr si postet e saj zëvendës kryeministre dhe ministre. Tani, në qoftë se do të kishte një shtet demokratik në Shqipëri, prokurori dhe gjyqtarja për mua kanë shkel pra ligjin, kanë tejkaluar kompetencat dhe janë për të njek normalisht penalisht ose për të larguar një herë e mirë nga drejtësia. Nuk mund të bëjmë sot pra këto veprime që bien kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë dhe me ligjin. Arsyetimi i kësaj është se nuk mund të dalin pra prokuroria mbi qeverinë. Jo në kuptimin e fjalës mbi qeverinë, po nuk mund ta shkelin ligjin, sepse ministri dhe zëvendës kryeministri zgjedhen nga një fitues i zgjedhjeve politike. Dhe në rastin konkret, pra, edhe pse presidenti i Republikës duhet zgjedh dekretin, këto kalojnë në parlament dhe marrin miratimin veç e veç të gjithë ministrat. Çka do thotë që në qoftë se do dalin dikush dhe thotë ti nuk do zgjedhësh ministër ose kryeministër del një prokuror, atëherë na ku jemi ne këtu? Pra, i bie nesh gjithçkaja që ekziston dhe bëhen me ik nga Shqipëria, jo më prokurorë gjyqtar, por gjithë shqiptarët me liru këtë vend që e ka kap ky korrupsion në rrajt e veta. Nuk mund të jepet një vendim i kësaj natyre në këto forma. Thjesht ata mundën që të drejtojnë parlamentit, të marrin leje, të arrestojnë, bëjnë çfarë të donë, po jo ma thuj në një paragraf që thuhet pezullim nga detyra. Ma tregonin këta juristat që flasin për ditë, të ma gjenjë një fragment ku thot edhe në qeveri, edhe në çdo lloj në kushtetut që ka një të shkruar kund pezullim nga detyra. Ma gjenjë kund dhe jam shumë dakord. Avokat, pse erdhi ky vendim për zonjën Balluku mbi të gjitha dhe nëse merret një vendim për pezullimin e zëvendës kryeministres, a mund të merret dhe një pezullim dhe një vendim për pezullimin e kryeministrit? Po kjo i thonë që të shkatërrojmë çdo gjë, atë që është ndërtu. Nuk jemi Republikë e prokurorisë. Pra nuk jemi Republikë parlamentare. Dhe nuk mundet askush të dalë mbi parlamentin e Shqipërisë. Dhe nuk ka rëndësi se ku do shkojmë tashmë. A do me ikë te Rama, apo do me ikë edhe më përtej, si thonë, se Rama, por jemi në kushtet që këto po shkelen të drejtat themelore të njerëzit. Qoftë ministër, qoftë zëvendës kryeministër, qoftë çdo lloj institucioni tjetër. Pra, nuk ka problemi që nuk ka vend, nuk du të hyjë fare në historinë e ngjarjeve. Unë jam për këto, pse ti nuk njeh rrugën ligjore për të kryer një veprim. Pra, nëse ti, si prokuror, ke arrit në një konkluzion që duhet, merr masa të tjera që të shkosh aty. Nuk mundesh ti bash presion, qoftë ministrit, qoftë zëvendës kryeministrit, ti bash presion me këto forma. Këto janë forma enveriste të kohës kaluar. Dhe prokurori për mua duhet 1 minutë më parë të largohet nga ajo detyrë. Ashtu edhe gjyqtarja që ka miratu pra vendimin e prokurorit. Avokat, kemi një vendim gjykate që e pezullon zonjën Balluku nga detyra. Pra, në fund të ditës është gjykata që e ka, po themi, vendosur këtë pezullim, këtë masë shtrënguese ndaj saj. Jam shumë dakord, ma gjej një bazë ligjore në gjykat që thot pezullohet ministri. Pezullohet drejtorat e gjithë me radhë.
por pezullohet ministri dhe pezullohet zëvendës kryeministri. Ma gjej një fragment dikun që ajo gjykata, ajo gjyqtare, ai prokuror kanë arritur në konkluzion fjalën pezullim. Çfarë do thotë? Ku e merr fjalën pezullim? Avokat, gjykata është bazuar në nenin 242.2 edhe pika 1 me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre e shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet me to. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pezullimi i ushtrimit të një detyre e shërbimi publik, neni 242. Atëherë, në 242, se i pash edhe mram, që po interpretonin pjesa ma madhe e avokatëve të krahit djathtë, se unë i kuptova shumë mirë se kush janë ata që japin interpretimet kësaj natyre, por nuk më intereson fare i djathtë apo i majt. Më intereson sepse për sa i përket nenit të cilën nuk flet për këta persona të zgjedhur. Tani, si mund të thush ti, pezulloj pasaportën, zëvendës kryeministres, deputetes parlamentit, e cila nesër, në 12 natë, shkon në një takim me organizatat e Europës. Si mund të thonë? Mund të thonë që ja s'kam pasaport me lëviz, po kjo është kulmi. Edhe gjykata kushtetuese kur pat rastin e Berishës, janë penu shumë që nuk thënë realitetin e vërtetës. Tani do detyrohen tani për ta ndryshuar dhe për ta thënë që të gjitha këto veprime të kryera nga ana e prokurorisë dhe gjykata janë gabim. Dhe nëse nuk del kështu, atëherë nuk do të më marrin asnjëherë më për të dhënë asnjë lloj komenti në to. Nëse gjykata kushtetuese nuk do ta prishin këtë vendim, është vendim politik dhe i keq përdorur nga prokuroria dhe gjykata. Pra nuk e kanë, pra që këtu jemi, që koncepti i tyre në këtë marrje vendimit është krejt absurd, se nuk thot për rolin e ministrit, sepse ministri pra shkarkohet dhe propozohet, pra janë dy mundësi, nuk ka që pezullohet ministri. Dhe pezullimin e ministrit nuk ka fragment që del kund, por e pushon, propozon, është kryeministri që i propozon. Po kryeministri ka marrë një vot besim te parlamenti nëpërmjet dekretit qeverisë. Çka do thotë që nuk mund të dalësh, e ket pamundur të largohesh nga të futesh në këtë situatë. Por ai prokuror dhe ajo gjyqtare janë nis nga veprimet të pa matura mirë, krejtësisht politike. Edhe herë nuk du fare, nuk më intereson fare është majt apo djathtë ajo. Më intereson thjesht ligji në Shqipëri që keq interpretohet nga organi i akuzës dhe gjykata. Nuk më intereson është pra socialiste apo demokrate. Unë marr rolin e ministrit dhe zëvendës kryeministrit. Nuk du fare të hyj në terma të tjera. Avokat, çfarë duhet të bëjë një prokuror kur dyshon se një ministër apo zëvendës kryeministër mund të prish provat ose mund të përsërisë edhe një herë një vepër penale siç është pabarazia në tendera? Si duhet ta ndaloj këtë zyrtar që ajo të mos përsërisë edhe një herë, po themi, të njëjtin krim? Dakor. Atëherë, çfarë thot ligji? E thot shumë pastër, shumë saktë. I drejtohesh parlamentit dhe i kërkon heqjen, i kërkon lejen për të arrestuar. Minimumi. E ka bën këtë prokurori? Atëherë na linte një dyshim tjetër, në qoftë se prokurori e ka çuar në parlament kërkesën dhe parlamenti i Shqipërisë pra thot jo, sepse e ka të drejtë sa është majorancë dhe ka shumicën e votave. Në këtë moment, çfarë mund të bëjë prokurori? Por prokurori duke mos pas garancinë të ky hetim dhe gjithmonë i kërkohen me çdo kusht që mendojnë që firma e ministrit është gjithçka, jo, sepse nëse do kemi pas pra prova dhe deklarimet të këtyre drejtorëve të drejtorive që më ka urdhëruar
ministri ose zëvendës kryeministri për ta firmos, pra, dhe ai në atë moment duhet kishte largu nga puna vete dhe duhet kishte bën një kallëzim penal që binë në murdhje për këtë arsye. Por këto nuk ekzistojnë këto gjëna që ne të arrijmë në kohë. Prokurori pra vend veton në këtë raste. Thot, këtë i ka bë ajo, po i ka bë, po duhen me prova. Pra humb e drejta e legjitimitetit të provës. Çka bën prokurorin e nxjerr aut jashtë loje, sepse nuk din ai çfarë do thot në momentin që do ja hedhin poshtë gjithë këtë. Si çfarë do thot prokurori ose gjykata? Sepse është shumë e rëndësishme. Ne nuk duhet shohim të majtën djathtë. Ne duhet shohim drejtësinë në vend. Drejtësia është respektu procedura apo jo? Nëse nuk është respektu procedura dhe ai prokurorin prep në punë, atëherë në çfarë vlerë ka më të jetosh në Shqipëri ose të rrish duke nigju prallat e tyre. Zoti Pietra ka pasur një takim të gjatë të zonjës Balluku me kryeministrin Rama dhe me Ulsi Manjën ditën e djeshme, ku ka zgjatur për më shumë se 7 orë. Çfarë besoni që ka ndodhur në atë takim dhe çfarë do vendos kryeministri Rama në të ardhmen lidhur me këtë, po themi, situatë në cilën ai gjendet? Tani pse rrinë bashkë dhe pse diskutojnë dhe nuk mund të krijojmë idenat e partisë kundërshtare ose opozicës, në mënyrë që të bindemi se vërtet këto biseda ose këto takime bëhen për mbledh, për të shiku, për të rregullu situatën e njëri e tjetrën. Por unë di vetëm këtë me thanë që vendimi i gjykatës është jashtë logjike dhe ka tejkalu kompetencat qoftë të prokurorit, qoftë të gjykatës. Ndodh se gjykata ka dhënë një vendim. Por nuk do thotë që gjykata jep një vendim dhe është i saktë, sepse vendimet e gjykatës shkallës më të ulët i rregullon gjykata më e lartë. Çka do thotë që në qoftë se jemi para këtij fakti që vërtet gjykata nuk gabojnë, atëherë mund të heqin gjitha gjykata tjera dhe ja lëm një gjykatë. Edhe në Shqipëri mos ketë vetëm një gjykatë. Por nuk do thotë që gjyqtari mund përgjegjësi për sa i përket vendimmarrjes. Në këtë rast po, mendoj unë, sepse ka të bëjë direkt me shkeljen e neneve të kushtetutës. Pra nuk mundet, pra dhe i herë nuk mundet të delte me këtë vendim. Nuk i heqet as pasaporta dhe fare mirë i bllokohet dalja jashtë shtetit. Ti mund të marrësh pasaportën, po mund dal me kartë identiteti, po marrim një shembull. Çfarë do thotë kjo? Pra nuk vet argumentimi i prokurorit dhe vendimmarrja e gjykatës është krejtësisht aut. Pra është thjesht politike për të realizuar ato mbledhjet ose të dëshirat e opozitës. Por ama që do ta kenë pas një mbështetje prej institucioneve ndërkombëtare, këta kanë pas. Por që a janë penu, po të thamë edhe që janë penu. Sepse nuk mundën me bë një veprim të tillë, po nuk pat një garanci. Nesër pas nesër do përfunojnë edhe këta në kosh plenas, qoftë gjyqtari, qoftë prokurori. Avokat, cili është vendimi i Ramës lidhur me këtë situatë sipas jush? Çfarë rrugësh ka për të vendosur Rama? Pra si do dalë nga kjo situatë? Do shkarkoj Ballukun, do e mbaj Ballukun, se edhe po e mbajti është e pozulluar, pra do e çojë në gjykatë kushtetuese vetë kryeministri. Si zgjidhet ky ngërç, nëse është ngërç juridik, le të themi, sipas jush? Është pak e rëndësishme se çfarë do. Unë nëse do në mendimin tim personal, ne po shkojmë drejt një qeverie shumë palshe, sepse edhe qeveri teknike në legjislacionin shqiptar nuk ekziston, por në një qeveri shumë palshe. Çka do thotë që përfundimisht, pra gjithë kjo zullum që ka arrit deri në këtë moment, rezulton që jemi para një veprimi që duhen marrë masa me njëherë. Por du të them edhe këtë gjë, që nuk është pra e djatha ose opozita, nuk është as në gjendje që nesër po të bëhen zgjedhje, ata nuk arrin me marrë asnjë gjë. Dhe unë po them që për mendimin tim që kryeministri i Shqipërisë mund të bëjnë këtë, që nxjerr shkrim qeverinë,
shpërdan, me fjalë, shpërdahet parlamenti, shkon në zgjedhje për 40 ditë, shkon në zgjedhje dhe shife se kush e fiton prap. Vetëm kjo është, ndërsa në qovë se këta do të arrijnë, po nuk arrijnë të shkojnë te kryeministri me këto forma, sepse këta ose janë politikat e tyre për të mbrojtur kryeministrin e Shqipërisë dhe po merren me Belinda Ballukun, ose këta në aparencë po u hedhin syve opozicë dhe qytetarëve në Shqipëri, që ka noll vjedhje, ka noll poshtërsina, ka noll korrupsion, këtë e dim, jemi pra, e din gjithë kush në Shqipëri deri më sot. Janë marrë miliona, miliarda lekë, euro, çfarë dush, janë marrë. Por ama, mekanizmi që ka gjetë me shku në këtë formë, do të mesin në dorë dhe do marrin pafajësi për veprimet paligjshme të prokurorit. Tani, a është prokurori ai që po i bën këto veprime për të dalë vetë i paligjshëm, apo jo? Është një pikë pyetje. Dhe unë kam dyshime që edhe kjo mund të jetë që prokuroria pra kryen këto veprime në kundërshtim me ligjin, që t'ja hedhin poshtë gjykata kushtetuese dhe pastaj ai nuk është në gjendje të bëjnë edhe hetime të tjera, sepse gjitha provat e marrën në këtë formë ose veprimet e kryera në këtë formë kundërshtim me ligjin do kundërshtohen nga gjykata kushtetuese, e cilat ai nuk ka më mundësi as të hetojë as çështjen. Pra ju po thoni që kjo është një formë për të shpëtuar Belinda Ballukun? Kjo është për shpëtu Belinda Ballukun, për shpëtu qeverinë e Ramës, për shpëtu shumë gjëra. Si mund të shkojë deri këtu avokat që mund të bjet në një ujdi mes Spakut dhe qeverisë? Pra kur ndërkohë, pavarësisht gjithave, Belinda Balluku më moralisht po themi s'mund të kthehet më në qeveri, se Po ajo është në qeveri, është e pezullume. Fjala që të kuptojnë njerëzit, është e pezullume. Po ku ma gjete këtë vepër penale, këtë vepër, këtë kërkesë, ku e mbështeten ligj fjalën pezullim? Ma gjej dikun ata juristat që kanë qenë, të ma gjejnë këtë fjalë pezullim, pezullohet ministri. Ku e ka legjislacioni shqiptar ose në çdo vend të botës? Edhe sikur mos me ditë fare, fjala pezullim nuk ekziston për ministra, për kryeministra. Nuk ekziston aty. Pra ka gjetë një mekanizëm që dalin bllaf. Dhe ky bllaf pastaj do kthehet bumerang dhe nuk munden bot me bë hetime manej. Kaq. Zoti Pjetër, çfarë ndodh nëse gjykata vendos pezullimin e kryeministit Rama? Nuk shkon më, kupton. Kryeministri. Avokat, dakord që nuk shkon. Problemi është që mund ndodhemi para një fakti që prokurori kërkon pezullimin e kryeministit Rama, gjykata ja miraton këtë kërkesë prokurorit dhe jemi para fakti që ka një vendim gjykate që pezullohet kryeministi Rama. Çfarë ndodh? Këtë dua unë. Po, atëherë po të mund çfarë ndodh. Do lehen gjitha punët e Shqipërisë dhe do merret qeveria me prokurorin. Do mbledhin kushtetuesin, do vendosin një ndryshim kushtetues, edhe çfarë do i bëjnë pastaj? Ata kanë gurin dhe arrën dorë. Pra, është si puna e 97, po them, që këta morën 80 sa deputet. Edhe të njëjtën gjë bënin. Ky zullum do ta muin. Por nëse arrihet edhe kjo që të thot prokurori, i çfarë do lloj prokurori në botë, që ne thot të pezullojmë kryeministrin, është nonsens. As ata juristat që kanë marrë, që janë vitit parë të universitetit të drejtësisë, edhe ata e kuptojnë që fjala të dalin një prokuror dhe thot pezulloj kryeministrin, është nonsens. Ata që shkollës magjistraturës me drejtorin mund t'i bëjnë këto lojra sa dush dhe mund të krijojnë ide se atje së mësojnë gjë, vetëm çfarë nigjojnë, se nigjojnë vetëm ato siç po bëjnë ndryshimet në kodin penal, pra do të arrijmë në një vend jo të viteve 45, por edhe më të tmerrshme. Pra nuk ekziston një mundësi. Çdo gjë, unë nuk e mendoj që mund të ekzistojnë kjo gjë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.